Dëmtimi I kësaj kategorie njerëzish, pra njerëzit me aftësi të veçanta që kanë mangësi dhe probleme, është shkak që njeriu të fitojë mallkimin e Zotit. Në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Men kammaha al-a'ma 'ani at-tariqi la'anahu Allah." Ai njeri që pengon një të verbër ose e gënjen një të verbër nga rruga, për shembull ai e pyet për diçka dhe ky I thot gënjen tallet me të. Thot e ka mallkuar Zoti dhe e ka nxjerr nga mëshira e tij, Allahu na ruaj. Kjo është feja e Zotit. Këto janë mësimet që jep te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë kategori që ne jemi të sprovuar me ta më shumë se sa ata janë të sprovuar me situatën që ju ka fal dhe ju ka dhënë I madhi Zot, sepse unë e thash edhe një herë, xheneti është më afër këtyre se çdo kujt tjetër. Sepse Allahu këtë kategori e ka sprovu se I do. I don Allahu xhalla xhelaluhu. Idha ahabba Allahu 'abdan ibtalahu. Nëse Allahu e do dikë e vën provë, edhe këta janë më të sprovuarit në shoqërinë tonë njerëzore. E këta janë më të dashurit e Allahut.